أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ndonjëherë të lind pyetja, çfarë bën një familje kaq të veçantë sa t'i kushtohet një kapitulli i tërë i Kuranit? Pra sot do të zhytemi pikërisht në këtë temë, duke eksploruar suren Al Imran, pra familjen e Imranit. Ky është një rrëfim vërtet i thellë që lidh profet, konfirmon shkrimet e mëparshme dhe ç'është më e rëndësishmja, ofron mësime universale për çdo. Dhe që në vargjet e para surja e vendos tonin. Ajo nuk vjen si diçka, e dini, krejtësisht e re apo e shkëputur, përkundrazi. Ajo prezantohet si një konfirmim i së vërtetës, si hallka e fundit në një zinxhir të gjatë shpalljesh hyjnore, ku përfshihen edhe Tevrati dhe Ungjilli. E po, le të fillojmë me pjesën e parë. Këtu shkojmë drejt e në zemër të çështjes. Ideja e një Zoti të vetëm dhe e një mesazhi që ka vazhdimsi. Domethënë nuk kemi të bëjmë me një fillim të ri, por me një rikonfirmim të një të vërtetë të përjetshme që e lidh të kaluarën me të tashmen. Pra, mesazhi kryesor këtu është ky: Kurani nuk ka për qëllim të fshijë atë që ka ardhur më parë. Përkundrazi, ai e pozicionon veten si, le të themi, vula përfundimtare, duke konfirmuar ato të vërteta thelbësore që gjenden edhe në shkrimet e mëhershme. Tani, pyetja është, si e ilustron surja këtë vazhdimsi? E po, jo përmes ndonjë teologjie abstrakte të komplikuar. Jo, e bën përmes një historie thellësisht njerëzore, historisë së Mërjemes dhe familjes së saj kaq të nderuar. Dhe kjo është vërtet e jashtëzakonshme. I gjithë ky kapitull mban emrin e një familjeje të vetme dhe përqendrohet tek historia e tyre, familja e Imranit. Ky fokus tregon qartë se sa e rëndësishme është kjo familje në të gjitha të zinxhir të shpalljeve hyjnore. Dhe ja ku e shohim këtë priardhje të nderuar. Fillon me Imranin, pastaj vjen Ebia, Merjema, e zgjedhura, e pastra dhe më pas, natyrisht, biri i saj, Isai. Kjo nuk është thjesht një listë emrash apo një pemë gjenealogjike, është shumë më tepër. Është si një urë që lidh traditat e mëdha fetare. Ktu ndodh diçka e mahnitshme. Vet engjëjt i drejtohen Merjemes duke i thënë se ajo është zgjedhur mbi të gjitha gratë e botës. Ky lajmërim nuk është thjesht një kompliment apo një lavdërim, është në fakt përgatitja për një mrekulli që do të ndryshonte rrjedhën e historisë. Dhe si reagon Merjemja përballë këtij lajmit të pabesueshëm? Përgjigjja e saj është kaq njerëzore, kaq logjike. Pyetja që ajo bën nuk vjen nga mosbesimi, as pak, por nga një habi e thellë dhe e sinqartë. Përgjigjja hyjnore që vjen e tejkalon plotësisht logjikën njerëzore. Ajo thekson fuqinë absolute të krijuesit. Domethënë, për Zotin, krijimi është çështje një urdhrit vetëm. Ai thot, bëhu dhe ajo bëhet. Kaq e thjesht. Natyrisht, kjo lindje mrekullueshme ngre një pyetje thelbësore. Kush ishte saktësisht Isai? Dhe pikërisht këtu, surja hyn në një diskutim teje të rëndësishëm mbi natyrën e tij, duke përcaktuar rolin e tij krejtësisht unik. Për ta kuptuar më qartë këndvështrimin islamik, është e dobishme ta krahasojmë me atë të krishterë. Pra, ndërsa krishterimi e sheh Jezusin si birin e Zotit dhe pjesë të Trinisë, Kurani e paraqet atë si një profet të madh, një të dërguar, një fjalë nga Zoti, por, dhe ky është dallimi kyç, si një qenie e krijuar, jo si hyjnor. Dhe për ta përforcuar këtë pikë, surja përdor një analogji tepër të fuqishme. Ajo thot, lindja e Isait pa baba nuk është më e mrekullueshme se sa krijimi i Ademit pa asnjë prind. E kuptoni? Të dyja janë thjesht akte të vullnetit hyjnor, të dyja të krijuara nga i njëjti urdhër. Bëhu. Mirë, pasi vendos këto themele të thella teologjike, kapitulli bën një kthes. Ai kthehet se të thosh me këmbë në tokë, duke adresuar sfidat reale, sfidat njerëzore me të cilat përballej komuniteti hershëm. Dhe këtu surja bën diçka shumë interesante. Merr një moment të dhimbshëm, një humbje ushtarake, betejën e Uhudit, dhe e shndron atë. Fokusi nuk është te kush fitoi apo kush humbi. Jo, fokusi është te mësimet e përjetshme, shpirtërore e morale që mund të nxirren pikërisht nga zemra e asaj vështirësie. Kështu, humbja në Uhud shndërrohet në një mësuese. Ajo na tregon për rreziqet e përçarjes dhe lakmisë. Në të njëjtën kohë, thekson sa i rëndësishëm është durimi dhe besimi në planin hyjnor, sidomos kur gjërat shkojnë keq. Këto në fund të ditës janë parimet që e bëjnë një komunitet të fortë, të aftë t'i mbjetojë çdo stuhie.
dhe nga mësimet për të gjithë komunitetin. Surja pastaj zgjeron fokusin edhe më tej. Ajo ofron në fund një lloj udhërrëfyesi universal. Dhe këto nuk janë rregulla vetëm për një kohë apo vend të caktuar, janë cilësi për çdo që kërkon të jetojë një jetë me devotshmëri. Kjo rrugë të devotshmeve nuk ka të bëjë aq shumë me rituale të mëdha, ka të bëjë më shumë me veprime të përditshme. Gjëra si ti jesh bujar në çdo situatë, të mësosh të kontrollosh zemërimin, ti falesh të tjerët dhe të kesh një vetdije të vazhdueshme ndaj Zotit, sidomos në ato momente kur bëjmë gabime. Dhe në fund, surja Ali Imran na kthen te libri më i madh nga të gjithë, vet universi. Ftesa është e qartë, mos të jemi thjesht lexues pasiv, por vëzhgues aktiv, sepse në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndërrimin e natës me ditën, ka shenja të pafundme për ata që mendojnë. Është një ftesë e hapur për të gjithë, për të gjetur të vërtetën jo vetëm në fjalë, por në gjithë botën madhështore që na rrethon. Le të mendojmë pak sikur hapim një libër vërtet të vjetër, qindra vjeçar, dhe përpara se ky libër të fillojë të tregojë ndonjë histori apo të jap ndonjë rregull, të pajis me një manual përdorimi. Do më thënë një manual për të mbrojtur veten nga keqinterpretimi yt njerëzor. Është rrallë, po zakonisht tekstet antike nuk e kanë këtë lloj vetdijeje. Pikërisht, nuk ndodh shpesh të shohim një dokument antik me një vetdije të tillë për mënyrën se si duhet lexuar. Dhe kjo është fikse ajo që ndodh me burimin tonë sot. Kemi përpara një material mjaft të njohur, domethënë kompleks dhe me një ndikim të jashtëzakonshëm global. Bëhet fjalë për tekstin origjinal dhe për kthimin e drejtpërdrejtë të surës Ali Imran, pra kapitullit 3 të Kuranit. Eksakt. Dhe misioni i kësaj analize të thellë për sot është ta zhbjerojmë këtë tekst në mënyrë plotësisht objektive. Domethënë ne do të eksplorojmë inxhinierinë e tij narrative. Mënyrën se si ai lidhet me traditat e mëparshme. Ashtu është, dhe mbi të gjitha atë që na mëson mbi natyrën njerëzore dhe qëndrueshmërinë. Unë si lexuesi jam vërtet e intriguar nga ky aspekt. Dhe shiko, për ta bërë këtë në mënyrën më të frytshme të mundshme, ne po i qasemi këtij burimi si një dokument që kërkon një analizë krejtësisht ftohtë, pra qëllimi nuk është marriman. Absolutisht jo. Nuk do mbajmë qëndrime teologjike. Unë jam i fokusuar të kuptojmë se si funksionon ky tekst, si një mekanizëm, pse i zgjedh fjalët që zgjedh dhe çfarë infrastrukture psikologjike ndërton ai për ata që e lexojnë. Në rregull, atëherë le ta zbërthejmë këtë. Biseda fillon duke vendosur tekstin brenda një ekosistemi më të gjerë historik. Ai nuk prezantohet sikur thjesht ka rënë nga qielli në një vakum absolut. Pas një lidhje me të kaluarën, fiks. Po pra. Përkundrazi, burimi e bën shumë të qartë që në rreshtat e parë, fare në fillim, se vjen si një konfirmim i shkrimeve të mëparshme. Përmenden specifikisht Teurati, pra Tora dhe Injilli ose Ungjilli. Kjo zgjedhje është vërtet një lëvizje me peshë të madhe strategjike, edhe narrative natyrisht, sepse duke vendosur këtë fije vazhdimësie, ai u dërgon një mesazh shumë të qartë dëgjuesve të parë ose lexuesve të parë. Çfarë lloj mesazhi saktësisht? Mesazhi është nuk po kërkoj të fshi historinë shpirtërore që ju tashmë e njihni. Unë jam thjesht kapitulli i radhës, domethënë evolucioni logjik i asaj historie. Dhe duke bërë këtë, teksti shmang tjetërsimin e atyre komuniteteve. Që kishin tashmë traditat e tyre, apo jo? Po komunitete që kishin një traditë të pasur shkrimesh, ai u ofron atyre një urë të njohur për të kaluar te ky mesazh i ri. Është një urë fantastike, por menjëherë pas kësaj ure historike vjen ajo pjesa e atij manualit të përdorimit që përmenda në fillim, që mua më duket që e bën burimin kaq intrigues. Teksti fillon të shpjegoj anatominë e tij të brendshme. Aha, pjesa e vargjeve. Fiks. Ai e ndan veten në dy kategori. Vargje të qarta, që thot se janë themelet e librit, dhe vargje të paqarta, ose ndryshe alegorike. Dhe këtu ngrihet një flamur i kuq jashtëzakonisht i fortë. Dhe çfarë thot saktësisht ai paralajmërim? Teksti paralajmëron se ata njerëz që kanë një, dhe ky është citimi drejt për drejt, një sëmundje në zemër, do të synojnë pikërisht ato vargje të paqarta. Pse? Për t'i interpretuar dhe për të krijuar përçarje, ndërsa ata me dituri të thellë, thelbësore, thjesht e pranojnë të tërën. Është një ndarje shumë interesante kjo. E di me çfarë mund ngjason kjo e gjitha?
Më kujton mënyrën se si funksionojnë kushtetutat moderne sot, domethënë në shtetet e mëdha. Wow, një krahasim shumë i papritur ky. Si e lidh saktësisht idenë e një kushtetute me këtë strukturë tekstuale të një libri antik? Shiko, po të mendojmë se si janë shkruar kushtetutat sot, ato kanë disa ligje që janë tepër të prera, shumë të qarta, për shembull një rregull që thotë kreu i shtetit zgjidhet për 4 vjet. E qartë, kjo shlas asnjë vend për ekuivoke. Pikërisht, është matematike. Por, në po të njëjtin dokument i gjen edhe parime thellësisht të gjara, pak të mjegullta, si me thënë, si për shembull e drejta për liri të shprehjes, ose mbrojtje e barabartë ligjore. Dhe çfarë ndodh në gjykatat e larta kudo në botë? Përplasjet më të mëdha. Ashtu është. Përplasjet ndodhin pikërisht te këto zona gri. Grupet me interesa të caktuara politike apo ekonomike kapen pas këtyre vargjeve të paqarta kushtetuese për të justifikuar agjendat e tyre. Ata e shtrembërojnë qëllimin fillestar. Të shohësh një tekst të lashtë fetar të paralajmëroj fiks për këto tendencë njerëzore, për këtë manipulim, jam e bindur që është vërtet diçka që të lëmbres. Është jashtëzakonshme dhe kjo analizë jotja thellon shumë kuptimin asaj që po lexojmë. Termi smurdhje në zemër në këtë kontekst po përdoret pothuajse për të diagnostikuar një defekt psikologjik. Si një patologji leximi, le të themi. Fiks. Teksti e kupton shumë mirë që njerëzit nuk e lexojnë kur diçka në mënyrë plotësisht pasive, ne shpesh i qaseve informacionit për të gjetur municion apo jo, për betejat tona personale. Për t'i përdorur si armë? Po pra, duke deklaruar hapur se manipulimi i atyre zonave gri është shenjë e një karakteri të korruptuar, ky burim praktikisht po ndërton një mur mbrojtës, po përpiqet të zhvlerësojë, të neutralizojë paraprakisht udhëheqësit që do të provonin ta coptonin mesazhin për të fituar pushtet. Domethënë e imunizon tekstin që në fillim. Tamam, është një strategji briljante e imunizimit të tekstit nga vetë lexuesit e tij. Edhe pikërisht duke pasur një vetdije kaq të lartë për këtë natyrë njerëzore, për shtrembërimin e fjalëve, më lindi pyetja natyrale se si do t'i trajtonte ky tekst historitë e njohura, sepse njerëzit e asaj kohe tashmë i dinin ato histori, i interpretonin në mënyrat e tyre. Ndipurimi nuk humb kohë këtu, futet direkt te rrëfimet. Futet thellë, po. Te rrëfimet e ndërthurura të figurave madhore si Meriemja, pra Maria, Zekaria dhe Isai, Jezusi. Dhe aty shohim disa detaje jashtëzakonisht njerëzore. Kto japin një dimension krejt të ri këtyre profileve që duken kaq monumentale. Sepse këto rrëfime këtu nuk janë thjesht një përsëritje mekanike atyre që ekzistojnë në shkrimet e mëparshme. Ato janë kuruar specifikisht për të theksuar momentet e thyerjeve të pritshmërive njerëzore dhe atyre kulturore. Për t'ju zënë një shembull konkret nga teksti, gjithçka nis me gruan e Imranit, që i bie të jetë mamaja e Meriemës. Ajo bën një zotim. Vendos t'ia kushtoj fëmijën në barkun e saj tërësisht shërbimit të Zotit. E imagjinoj, me shpresën që do ishte djalë. Po, lexohet shumë qartë pritshmëria e saj. Në atë kontekst të fortë kulturor patriarkal, vetëm djemt shërbenin në faltore, por ajo lind vajzë. Të imagjinosh tronditjen e saj në atë moment. Është një thyerje e fortë norme. Dhe megjithatë, burimi thekson një pranim hyjnor të jashtëzakonshëm të kësaj vajze. Aty shkatrohen tërësisht normat shoqërore të kohës. Më pas, kujdesaria e saj i kalon Zekerias, dhe ai, sa herë hynte tek ajo, gjente gjithmonë ushqim mrekullibërës. Ky lloj bulloku pranë Meriemës si ndez një shpresë të re Zekerias. Sepse ai ishte në moshë shumë të thyer, apo jo? Pikërisht, moshë shumë e thyer dhe gruaja e tij ishte shterp, por ai lutet për një trashëgimtar dhe shenja që i jepet, si përgjigje që lutja për djalin, Jahjan ose Gjonin, u pranua, është vërtet e çuditshme. Cila është shenja? Ai humbet aftësinë për të folur. Për 3 ditë rresht ai nuk flet dot me njerëzit, domethënë mund të komunikojë vetëm përmes gjesteve, asgjë tjetër. Wow. Është heshtja si shenjë mrekullie, është një koncept jashtëzakonisht i fuqishëm psikologjikisht. Domethënë në vend që të marrë një konfirmim spektakular, ku diu një dritë verbuese nga qielli, apo ndonjë bubullim. Fiks, atij i hiqet mjeti më i rëndësishëm që ka për ndërveprim shoqëror, gjuha. Pra për 3 ditë ai është i detyruar të tërheqet totalisht nga bota njerëzore, nga gjithë zhurma e saj. E vërtet, e mbyll në vetvete.
Është një lloj izolimi i detyruar ndijor, që e bën atë person të përqendrohet vetëm te realiteti i ri hyjnor. Ai shkëputet nga ai rrjeti social i kohës për t'u lidhur ekskluzivisht me atë shpirtëror. Jam i sigurt që është një gjendje shumë tronditëse për një njeri. Dhe shiko, kjo përgatitje përmes heshtjes është thellësisht intime dhe shërben si një kontrast i shkëlqyer për atë që vjen më pas, sepse menjëherë pas kësaj ne hymë te mrekullitë e Isait, dhe këtu zëri jo vetëm që rikthehet, por i thyen të gjitha rregullat e mundshme të natyrës. Këtu shkalla ndryshon plotësisht. Ndryshon jashtë masa. Burimi e përshkruan se si ai flet që nga djepi, si një foshnjë, se si krijon forma zosh nga balta dhe u jep jetë, se si shëron të verbrit e lindur apo të sëmurët me lebër, dhe arrin kulmin kur teksti thekson qartë aftësinë e tij me lejen e Zotit për të ngjallur edhe të vdekurit. Këto janë akte që sfidojnë logjikën, ligjet e fizikës, biologjisë. Unë gjeta një detaj thellësisht të çuditshëm. Një mrekulli e fundit i shtohet kësaj liste. Ai u thot njerëzve saktësisht se çfarë po han dhe çfarë kanë fshehur ose çfarë po ruajnë në shtëpitë e tyre. Po, dita i shtëpive. Këtu me të vërtet bëhet vërtet interesante. Dhe më duhet të pyes, pse theksohet kjo? Kur je në gjendje të ngjallësh të vdekurit, fakti që di se çfarë ka fshehur dikush te dollapi i kuzhinës, më duket pothuajse banale. Çfarë shton kjo gjë në thellësinë e figurës së tij? Ajo që është më gjepse këtu është zhvendosja. Kjo rënje menjëhershme shkallës nga kozmikja te mikroskopikja. Është pikërisht kjo që e bën kaq genial si detaj. Mendojeni kështu, nëse një figurë thyen vetëm ligjet e mëdha, merret vetëm me jetën, vdekjen, dritën dhe errësirën. Po, çfarë ndodh? Ai rrezikon të kthehet në një entitet të ftohtë, të largët. Bëhet si puna e një superheroi të paprekshëm, dikush që s'ka asnjë lidhje me realitetin e përditshëm, të varfër me ato rrubat e pistat një njeriu të thjesht. Kuptoj. E humb njerëzillkun. Pikërisht, duke e pajisur atë me aftësinë për të parë pjatat e ngrënies dhe qilaret e fshehtë, ky tekst e zbret atë nga qielli. E sjell atë drejt e në dhomën më intime të shtëpisë. Pra kjo i jep atij një qasje të drejtë për drejtë te mbijetesa bazike e njerëzit, te ushqimi. Saktësisht. Dhe sidomos në kohët e lashta, por shiko, edhe sot, ruajtja e ushqimit apo fshehja e pasurisë nga frika e nesërmes është një nga aktet më intime të atij vulnerabilitetit njerëzor. Ai e di nëse dikush ka pak, ai e di nëse dikush po e fsheh grurin kur fqi një povdesurie. Dhe çfarë mbajnë të fshet nga vetë komuniteti, apo jo? Fiks, nuk është thjesht një shfaqje magjie, është një lloj penetrimi i thellë psikologjik. Do me thënë, i tregon ndjekësit se e vërteta hyjnore nuk i përket vetëm qiejve apo varrezave. Ajo jeton atyne, ankthet e përditshme, më të rëndomta të ekzistencës njerëzore. Ai e lidh profetin direkt me ndërgjegjen sociale. Çfarë këndvështrimi interesant, dhe kjo lëvizje nga ai individi te komuniteti i gjerë, në fakt formon një urë perfekte për atë që burimi trajton në vazhdim. Sepse, pasi analizon këto figura, teksti e zgjeron fokusin, fillon të flasi drejt për drejt me ata që mbajnë këtë trashëgimi, me iftarët e librit, pra komunitetet e të krishterëve dhe hebrejve të kohës. Cila është qasja e tekstit ndaj tyre? Burimi u drejtohet me një propozim që i ngjan, si me thon, me një ftesë diplomatike. Ai kërkon një fjalë të përbashkët. Thyrja specifike është që të lënë mënjan gjithë ato dallime të komplikuara teologjike dhe të rikthehen te thelbi, te adhurimi i një Zoti të vetëm. Por për ta bërë këtë, teksti zgjedh si pikë referimi figurën më të vjetër që pranojnë të gjithë, Ibrahimin ose Abrahamin. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme mbi mënyrën se si tekstet historike veprojnë. Si e trajton Ibrahimin këtu? Pretendimi është jashtëzakonisht i guximshëm, pothuajse radikal. Burimi deklaron prerazi se Ibrahimi nuk ishte as hebre dhe as i krishter. Argumenti, shumë i thjeshtë logjikisht. Teorati dhe Injilli zbritën shumë, por shumë kohë pas tij. Përkundrazi, ai quhet një hanif, një monoteist i prirur drejt së vërtetës dhe një musliman, në kuptimin më gjussor të fjalës, do me thënë, dikush që i dorëzohet Zotit. Ky është një argument shumë i mpret. Por, a nuk duket sikur po përpiqet të përvetsojë të marrë monopolin mbi këtë figurë patriarkale? Shiko, në pamje të parë ashtu mund të duket.
Por po ta analizojmë mekanikën pas këtij pretendimi, ajo bën fiks të kundërtën. Teksti aty po përpiqet të zgjidhë një konflikt shumë të vjetër identiteti, kur grupe të ndryshme pretendojnë pronësinë ekskluzive të një patriarku. Ndodh përplasja po. Përplasje e pashmangshme sektare. Duke marrë Ibrahimin dhe duke e zhveshur atë nga çdo lloj etikete institucionale, apo fetare që u krijua shekuj pas vdekjes së tij, burimi praktikisht po shtyp një buton rifillimi. Po përpiqet të gjejë një piknisje neutrale, universale. Për ta niveluar fushën e lojës, e kuptoj. Ashtu është. E nxjerr argumentin nga i debati i lodhshëm kush ka traditën e duhur dhe e vendos te thelbin. Kush po ndjek vërtet thelbin e nështrimit, ashtu siç bëri ai. Dhe teksa ne flasim për këtë fushë loje, kjo më çon direkt te pika tjetër, sepse teksti nuk e le marrëdhënien vetëm në këtë sferën e lartë të teologjisë. Ai zbret në një pragmatizëm ekstrem. Pjesa që më la vërtet pa fjalë është kur ai flet për karakterin e përditshëm të njerëzve të këtyre komuniteteve, për besueshmërinë e tyre. Në lidhje me financat? Po, në lidhje me anën financiare dhe morale. Burimi thot, dhe kjo shumë nuancuar se ka disa prej tyre, të cilëve po tu besosh një thesar të tërë, një mal me ar, do të ta kthejnë me ndershmërinë më të madhe. Asnjë problem. Por në rreshtin vijues, shton se ka të tjerë nga njëjti grup që po tu besosh qoftë edhe një monedh, nuk ta kthejnë kurrë nëse nuk u rrit te koka. Është një vëzhgim jashtëzakonisht realist. Dhe kjo më bëri përshtypje sepse zakonisht tekstet e kësaj natyre e kanë shumë të lehtë të përdorin atë bojën bardhë dhe zi. Është më e thjeshtë të thuash ne jemi të mirët, të tjerët janë thjesht mashtrues. Por këtu ky material nuk e bën këtë përgjithësim të verbër, pranon plotësisht moralin e ndryshëm individual të atyre njerëzve. Ky pragmatizëm, ky refuzim i të menduarit bardhë dhe zi, i jep materialit një peshë shumë të madhe sociologjike. Kur një tekst refuzon të bëj karikatura të grupeve të tjera, ai tregon një pjekuri. Ai po thotë që besimi fetar dhe integriteti etik nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Fiks. Ti mund të kesh etiketën, por jo domosdoshmërisht moralin. Sakt. Ai kupton atë kompleksiteti njerëzor, e lidh mirësinë ose ligësinë atij individi vetëm me veprimet konkrete, kur bëhet fjalë për lakmin dhe lekun, e jo thjesht me etiketën e tij fetare. Edhe ky pragmatizëm, siç the ti, merr një përmas akoma më të rënd kur e gjithë kjo narrativ largohet nga shoqëria dhe shkon drejtë në një terren krejt tjetër, në fushën e betejës, sepse ne e dim kur dialogu shterron, bot kuptimet përplasen fizikisht, dhe burimi flet gjatë për një konflikt tillë fizik. Çfarë detajesh jep për betejën? Përmend dy grupe që përplasen, njëri lufton për Zotin, ndërsa tjetri është një grup mohuesish. Madje ka një detaj ku mohuesit i shihnin kundërshtarët e tyre si të ishin sa dy fishi i numrit real për shkak të një iluzioni. Përmendet edhe një ndërhyrje hynore e madhe 3000, pastaj 5000 engjëj për të ndihmuar besimtarët. Por e gjithë kjo mbështetje qiellore nuk është thelbi këtu. Thelbi është trajtimi i një disfate të thellë. Aha, pra ata nuk po festojnë një fitore të lehtë. Jo, besimtarët duket qartë që kanë pësuar një dështim të rënd, kanë pësuar trauma, gjakderdhje dhe janë thellësisht të dekurajuar. Dhe mënyra si burimi ngushëllon nuk ka asgjë të ëmbël, është i ashpër. Është e pritshme që nëse e lidhim këtë me pamjen e përgjithshme, nuk mund të kishte një ngushëllim artificial. Domethënë, nuk e gjejmë atë premtimin e cekët të tipit mos u shqetësoni, herën tjetër qielli do hedhë rufe, do zhduk çdo armik. Përkundrazi, ai përplas me realitetin e ftohtë. Ashtu është, formulimi është therrës. Teksti thot, nëse ju ka prekur një plag, ta dini se një plagë e ngjashme ka prekur edhe popullin tjetër. Dhe më pas u kujton që ditët e fatit, fitoria dhe rënja, thjesht rrotullohen mes njerëzve në histori, por goditja më e madhe vjen te figura e liderit. Çfarë thot për Muhamedin në këtë rast? Ai e thekson qartë që Muhamedi është vetëm një i dërguar, i ngjashëm me ata para tij. Dhe u bën një pyetje tronditse, nëse ai vdes natyralisht apo vritet sot në betejë, a do të ktheheni ju mbrapsht te e kaluara juaj? Pra çfarë do të thotë gjithë kjo? A nuk e zbeh kjo vëmendje kaq e madhe te plagët e përbashkëta dhe vdekshmëria e liderit, vet iden e pathyeshmërisë, që armiku i të lëndohet fiks i tij dhe s'ka asnjë mbrojtje speciale biologjike për ju. Shiko, kjo është ndërtimi e një infrastrukture psikologjike shumë të avancuar.
sepse teksti po përballet me një rrezik masiv që kanos çdo lëvizje fetare, sindromën e braktisjes hynore. E dëgjoj shpesh këtë, por çfarë ndodh saktësisht në atë moment? Kur një grup njerëzish është thellësisht i bindur, po flas i bindur verbërisht, se ka mbështetjen e Zotit, një humbje në betejë mund të jetë katastrofale. U shkatëron tërësisht botkuptimin. Ata nisin të pyesin veten, po sikur ta kishim gabim, pse na braktisi Zoti e u masakruam? Fillojnë dyshimet ekzistenciale. Po pra, dhe për ta parandaluar këtë kolaps, teksti deromantizon fitoren e menjëhershme hynore, e normalizon dështimin dhe dhimbjen fizike si pjesë e jetës njerëzore, po u thot hapur, gjakosja është njerëzore dhe e përbashkët, edhe vetë udhëheksi, sa do i madh, është njeri dhe do vdes. Do me thënë që ata të mos e lidhin besimin e tyre të fitoria ushtarake e momentit. Pikërisht, ose të trupi i një personit vetëm. Është një leksion thelbësor që kalon vëmendjen nga kulti i individit në një lëvizje që mund të mbije kaj ndërbreza, sepse është e aftë të gëlltisë humbje. Dhe të dish të gëlltisësh humbje lidhet në mënyrë perfekte me temën që trajtohet më njëherë më pas. Sepse pasi e bën të qartë që lufta jashtë nuk sjell asnjë parajs, teksti kthehet brenda. Eksploron një betejë emocionale dhe etike që është ndoshta edhe më e vështirë. Lufta me dëshirat njerëzore. Ashtu është. Dhe aty është një pasazh që të godet fort për shkak të aktualitetit të tij. Teksti paralajmëron mbi dashurinë e tepruar dhe bën një listë të gjërave që i verbojnë njerëzit. Dëgjoj çfarë përmend. Dashurinë për gratë, për fëmijët, grumbujt e mëdhenj të arit të argjendit, kuajt e bukur të shnuar, baktin dhe tokat pjellore. Unë gjatë leximit në këtë moment vërtet e ndala leximin dhe thjesht buzëqesha. Pse? Sepse duket e njohur. Shumë e njohur. Kjo listë është një pasqyrë perfekte natyrës njerëzore. Për te kontekstit antik, ajo është identike me atë që shohim sot rreth nesh çdo ditë. Mjetet kanë ndryshuar, por jo lakmia. Jam kurios. Çfarë të vjen mendje për shembull kur flet për mjetet sot në krahasim me atë listë? Po, merri me radhë. Çfarë janë sot grumbujt e mëdhenj të arit dhe argjendit? Janë llogaritat offshore ose portofolat gjigant të kriptovalutave që njerëzit i mbrojnë me fanatizëm. Pastaj, kuajt e bukur të shënuar. Makinat sportive. Fiks, makinat luksoze me logot famshme, simbolet klasike të statusit, dhe tokat pjellore janë asetet e pasurive të paluajtshme, real estate. Burimi e shenjestron këtë obsesion drejt për drejt, e konsideron thjesht si një komoditet kalimtar. Krahas kësaj, bën edhe një ndërhyrje ekonomike jashtëzakonisht radikale. Ndalon rreptësisht fajden, ato praktikën e ribas, ato shumë fishimin e pasurisë përmes interesit. Është një përplasje frontale me lakminë e pafre. Kjo lidhje që sapo bëre tregon funksionin e vërtet të këtij seksioni. Domethënë, ajo që po bën teksti këtu me këto ndalime, është ripërcaktimi i konceptit të fitores. Nëse më parë fola për betejën ushtarake, këtu e vërteta shkon shumë më thellë. Triumfi i vërtet. Ashtu është triumfi i vërtet individual, nuk është te grumbullimi i atyre kriptovalutave apo arit të asaj kohe, dhe as te shkatrimi një armiku. Triumfi është te mbajtja e inatit, te falja atyre që të kanë bërë keq. Madje shkon më larg, teksti u thot të japin bamirësi jo vetëm kur kanë me bollëk, por kryesisht në kofështërsie. Të japësh kur vetë s'ke. Ky është triumfi që thyen natyrën e vetvrujtjes. Është një kërkesë morale jashtëzakonisht e lartë. A jep ndonjë metodë se si njeriu të arrijë këtë pa u thyer? Dhe për ta mbajtur këtë baraspesh morale, u ofron atë mekanizmin e pashtimit, i nxit ata të reflektojnë pa pushim. U kërkon të mendojnë mbi krijimin e qiejve të tokës, të kujtojnë këtë dimension më të madh hynor, ndërkohë që janë këmbë, kur ulen apo kur janë shtrirë. Ky theksim mbi ligjen me universin bëhet një kundërpesh ekzistenciale përballë asaj dhunës jashtë dhe lakmisë brenda. Ky është një rrugtim vërtet mbreslënës nga gjerësia historike drejt atyre thellësive intime të shpirtit njerëzor.
Le të bëjmë një sintezë të shkurtër të kësaj që sapo analizuam. E nisëm me atë arkitekturën e dokumentit, i cili përpiqet të mbrohet vetë nga manipulimet njerëzore përmes atij paralajmërimit me kushtetutën, pastaj shkuam thellë brenda rrëfimeve të atyre figurave të lashta, nga heshtja e atij profetit plak deri te mrekullitë e përditshme me ushqimin e fshehur, po. Pikërisht. Edhe pas kësaj vëzhguam pragmatizmin e tij mahnitës. Teksti u bëri ftesë për një pikë neutrale fillestare i ftarëve të librit, pa gjykuar bardha e zias besueshmërinë e tyre financiare. Ne pam analizën brutale mbi dështimin dhe rënien në betejë dhe mbyllëm me luftën e madhe, ndërtimin e një kështjelle etike kundër obsesionit me paranë dhe gjërat materiale. Kjo analizë theksoi strukturën e një vizioni shumë kompleks. Domethënë, kemi të bëjmë me një libër që flet për natyrën dhe shoqërinë me një pragmatizëm që shkon goça përtej dogmës klasike fetare. Por, dhe ky është momenti që doja t'ju lija si një thelim për mendjen tuaj, është një detaj i fundit në këtë material që unë e lash qëllimisht më njan gjatë bisedës son. Diçka tjetër mbi betejën? Po, lidhet fiks me debatin mbi humbjet në fushë betejë. Në atë pikë, ky tekst arrin një kulm, një ripërcaktim drastik, krejtësisht radikal, të vetë idesë së jetës dhe vdekjes. Për ata njerëz që bien apo vriten për shkak të kauzës së tyre, burimi thot në mënyrë tepër eksplicite, në asnjë mënyrë mos i llogarisni ata si të vdekur. Mendoja se thjesht i ngushëllonte familjet. Jo, shkon përtej ngushëllimit, thekson se ata janë plotësisht të gjallë pranë Zotit të tyre, po furnizohen, madje po gëzohen për miqt apo shokët që kanë lënë pas dhe që nuk u janë bashkuar ende aty. Kjo po që është, ky kalim i fshin çdo lloj nocioni mbarimi fizik, çdo asgjësim ekzistencial. Fiks. Kjo thelbësisht e bën vdekjen të konceptohet thjesht si një derë kalimtare, një prag normal për t'u kapërcyer. Përmbys tërësisht mënyrën se si ne matim dhe vlerësojmë jetën e përditshme. Dhe pyetja provokuese që lë pas këto pikë, për këdoj që po e analizon thellë këtë informacion, është kjo: si ndryshon tërësisht sjellja, frika dhe vetë organizimi i një shoqërie kur ai dokumenti thelbësor udhërrëfyes përpiqet të fshijë me goma të frikën më të vjetër, më paralizuese të natyrës sonë njerëzore, pra frikën nga fundi absolut dhe mosqënjen. Është një pyetje monumentale. Sepse nëse vdekja nuk mbetet një greminë e zezë, po bëhet thjesht një formë tjetër ekzistence, rreziqet merren krejt ndryshe. Kompromiset morale peshohen ndryshe. Saktësisht, kur s'ke frikë nga vdekja, çfarë fuqie kanë gjërat të tjera mbi ty? Ky është një mendim vërtet i thellë për t'u bluar. Ju falenderoj shumë për këtë analizë të rrallë dhe dekonstruktim brezllënës të këtij burimi masiv. Ishte kënaqësia ime e plot të thelloheshim bashkë në këtë eksplorim me kaq detaje. Deri në thellimin ton të radhës, reflektoni mbi ato që gjendet në zonat gri të jetës suaj. Mirë se vini në debat. Imagjinoni sikur po përpiqeni të ndërtoni një komunitet tërësisht të ri. Nga e para, në mes të një peizazhi që është tashmë i mbushur me tradita të lashta, tradita të fuqishme. Një sfidë klasike historike. Pikërisht. Dhe pyetja e parë që duhet t'i bëni veten është kjo: a e filloni këtë punë duke ndërtuar mure të larta, të trasha, thjesht për të mbrojtur identitetin tuaj të ri dhe për të mbajtur jashtë fqinjat? Apo ndoshta i hapni dyert për të gjetur atë që keni të përbashkët me ta? Shiko, kjo është padyshim një nga dilemat thelbësore të çdo lëvizjeje të re. Sidomos, domethënë kur flasim për identitete teologjike në formime sipër. E vërtet. Dhe këtë tension jemi duke eksploruar sot. Ne po fokusohemi tek një burim, si them, thellësisht interesant dhe vendimtar i historisë fetare. Teksti plot i surës Ale Imran. Një tekst mjaft i ndërlikuar në fakt. Shumë i ndërlikuar. Kemi të bëjmë me një material të hershëm që merret gjerësisht me marrëdhënien midis besimtarëve të rinj të asaj kohe dhe atyre që teksti i quan njerëzit e librit. Pra komunitetet e atëhershme të hebrejve dhe të krishterëve, të cilët ishin të pranishëm dhe shumë të konsoliduar. Po pra, ky tekst përcakton natyrën e profetëve, natyrën e shpalljeve të mëparshme dhe rregullat e bashkëjetesës. Dhe këtu linde dhe pyetja jonë qendrore:
A funksionon ky tekst kryesisht si një deklarate, një rupture teologjike, do me thënë një vizatim I kufive të ashpër dhe të panegociueshëm, apo thelbi I tij është krejt e kundërta, një apel për vazhdimsi dhe një kthim në një monoteizëm të përbashkët. Unë përfaqësoj anën që argumenton se teksti shërben qartësisht si një mjet për të tërhequr vija të ashpra ndarëse për të ruajtur komunitetin. Ndërsa, unë jam e bindur se exime të tilla sado realiste të duken humbasin fotografinë e madhe. Unë e shoh këtë material si thellësisht përfshirës, është një përpjekje e qëllimshme për të ndërtuar ura konceptuale drejt një origjine të përbashkët. Përmes asaj që teksti vetë e quan një fjalë e përbashkët apo jo? Saktësisht, përmes thirrjes për një fjalë të përbashkët. Atëherë le të fillojmë. Për të kuptuar pse unë shoh mure dhe jo ura në këtë tekst, duhet të zhytemi në atë moment historik. Kur një komunitet po formohet në një mjedis armiqësor, ai ka nevojë për membrana mbrojtëse. Teksti nuk u bën bizh debateve. Ai përballet drejt për drejt me teologjinë e palës tjetër. Nuk I shmanget konfrontimi, ta pranoj. Dhe nuk flasim për ndryshimet vogla opinionesh akademike. Për të kuptuar thellësinë e kësaj ndarje, duhet shohim ftesën e ashpër të Mubahalas që gjendet aty. Po. I moment jashtëzakonisht I ngarkuar. Gjojnë, kjo është pika ku teksti sfidon kundërshtarët teologjik mbi natyrën e Jezusit, duke u thënë, sjellni djemtë tuaj, ne sjellim djemtë tan. Sjellni gratë tuaja, ne gratë tona. Dhe pastaj thërrasim mallkimin e Zotit mbi gënjeshtarët. Eksaktësisht. Imagjino peshën e kësaj situate, të dalësh jashtë, të mbash fëmijën tënd për dorë dhe të jesh I gatshëm të thrasësh mallkim hynor. Kjo nuk është ftesë për kafe dhe tolerancë. Kjo është një deklaratë e hapur se ne jemi në anën e zvërtetës dhe ju jeni absolutisht jashtë saj. Kjo është gjuaja e një ashpërsie mbijetuese. Shiko, unë nuk e mohoj intensitetin thellësisht njerëzor të atij epizodi. Mubahala është dramatike, por nëse ti fokusohesh vetëm te momenti I fërkimit më të lartë, humbet qendrën e vërtetë të gravitetit të tekstit. Por a nuk është ky moment thelbi e marrëdhënies? Jo, nuk është si vetmi thelb. Të pretendosh se teksti kërkon thjesht t'i mbajë njerëzit jashtë, do të thotë të injorosh seksionet e tij më revolucionare. Në kulmin atyre tensioneve, teksti bën diçka të paprecedente. Ai thekson se pala tjetër, domethënë njerëzit e librit, nuk janë të gjithë njësoj. Përdor atë frazën thellësisht nuancuese, laisa sawa, që dëshmon se jo të gjithë atje jashtë janë kundërshtar të betuar. Po pra, por dëgjo se si I përshkruan ata. Nuk thot thjesht disa prej tyre janë njerëz të mirë, ai futet në vetë spiritualitetin e tyre dhe jep atij vlefshmëri. Ai material flet për ata që lexojnë vargjet e Zotit gjatë natës, që përgjërohen, që besojnë thellë. Pra u jep merita. U jep merita absolute. Pse do ta bënte këtë një tekst që gjoja ka si të vetmin qëllim të ndërtojë një mur? Një manual I vërtet izolimi nuk pranon kurrë që lutjet e natës të armikut janë të vlefshme. Qëllimi përfundimtar jepet te koncepti I kalima sava, ftesa për një fjalë të barabartë. Teksti thot tjetrit, eja të ulemi mbi të vetmin themel që na bashkon. Adhurimi I një Zoti. Pikërisht. Është një apel për të ngritur mbi identitetet fisnore, nuk është shkatrim, por harmonizim. E kuptoj këtë thirrje për fjalën e përbashkët, dhe pranoj që është një lëvizje intriguese. Por, dëgjoj, le të jemi pak realist këtu. Çfarë kërkon në të vërtetë kjo fjalë e përbashkët? Kërkon që pala tjetër të braktisë themelet e saj teologjike. I kërkon të korrigjoj themelet, do të thoja unë. Duhet të shohim pikën më të nxehtë, natyrën e Isait, pra Jezusit. Këtu, sipas meje, bie poshtë plotësisht ideja e urës së butë. Teksti e zhvesh atë në mënyrë kirurgjikale nga çdo atribut hyjnor. E bën e korrigjon atë thellësisht. Kjo nuk mund të mohohet. E bën me precizion inxhinierik. Për shembull, teksti nuk I mohon mrekullitë që ata besojnë. Flet për Isain që krijon zogj nga balta, që shëron të verbrit, që ngjall të vdekurit. Në çdo lexim tjetër, këto veprime do të ulërinin, ky është hyjnor. Po çfarë bën teksti? Shton fjalët bidhni la, me lejen e Zotit, pas çdo mrekullie. Ai po bën një dekonstruktim genial, po e pranon mrekullin për të mos I larguar dëgjuesit e krishterë, por po I ndryshon plotësisht burimin e energjisë. Është si ti thuash dikujt, po, lampa po ndriçon dhe po e shohim dritën, por mos adhuro lampën, adhuro gjeneratorin që I jep rrymën. Shiko,
Analogjia e lambës dhe gjeneratorit është briljante, sepse tregon saktësisht orientimin e pastër monoteist. Po e çon vëmendjen te burimi. Dhe nuk mbaron aty. Kur përballet me argumentin tjetër, atë që ai lindi nga një nënë e virgjër pa baba dhe prandaj duhet jetë fëmijë, teksti godet fort. E krahason atë drejt për drejt me Ademin. Thot në thelb, nëse lindja pa baba e bën hyjni, çfarë i bie tjetë Ademi që s'kishte as nënë as baba? Zoti i tha bu nga pluhuri dhe ai u bë. Teksti po sillet si një arkitekt që futet te shtëpia jote, të heq kolonën kryesore mbajtëse dhe të thot hajde transfero tek shtjella ime e re para se të bjerë çatia. Prit pak, të ndal aty tek kjo metafora e arkitektit, sepse këtu mendoj që kornizat tona ndahen rrënjësisht. Ti tha që ai heq kolonën mbajtëse si t'i vër dinamitin. Kështu e lexoj unë. Por çfarë thot vet figura e Isait brenda atij materiali? Ai thot dy gjëra thelbësore. Së pari, thot që vjen si mushat dikan, do me thënë vërtetues ose konfirmues i teuratit, pra Torës. Së dyti, a i thot se vjen t'u lejoj disa gjëra që u ishin ndaluar gabimisht. Sakt, i heq disa ndalime. E pa të tingëllon kjo, si dikush që po ushajmë shtëpi mbi kokë, arkitekti ynë nuk po shkatron ndërtesën e njerëzve të librit, ai po heq shtesat e palejuara, ato adhurime dytësore që ishin krijuar ndër shekuj, për të restauruar planimetrinë origjinale të shtëpisë. Ai i kthen ata te gjeneratori, siç the vet. Kjo është vazhdimsi e pastër. Do me thonë, një rikthim te origjina e përbashkët. Dakord, le ta ndjekim pak këtë logjikën tënde. Ti e quan atë një restaurim planimetrie, një pastrim të së njëjtës shtëpi ku do rinë të gjithë. Po. Por nëse qëllimi i vërtet ishte kaq i bukur, kaq gjithëpërfshirës, pse atëherë rregullat sociale dhe paralajmërimet në tekst janë kaq hermetike? Për cilat rregulla sociale po flet konkretisht? Po i kthehem statusit të tjetrit. Teksti është jashtëzakonisht vigjilent se si të sillemi financiarisht me këtë palë. Thot që aty ka njerëz të cilëve u beson një thesar dhe ta kthejnë me ndershmëri, por ka të tjerë të cilëve nuk duhet u besosh asnjë monedhë të vetme pa u qëndruar mbi kokë. E vërtet, është shumë specifik. Dhe më pas, thellon ndarjen me atë paralajmërimin e ashpër, të mos i marrësh ata si bitanah. Koncepti bitanas, të besuarit intim. Pikërisht, bitanah, që për ta sqaruar konceptin gjuhësor, i referohet veshjes së brendshme, asaj që të prek lëkurën drejt për drejt, nënkupton rrethin tënd më të ngushtë të këshilltarëve. Teksti e ndalon kategorikisht marrjen e të tjerëve në këtë rreth. I përshkruan ata me detaje që fshehin armiqësi në gjoks, gëzohen kur ti humbet, madje kafshojnë majat e gishtave nga inati. Imazhe shumë të forta. Janë tmerrshisht të forta. Kur lexoj këtë rrethim mbrojtës të psikologjisë komunitare, unë shoh një enklave që mbyllet në llogore. Nuk është shtëpia e madhe, është një grup i friksuar nga asimilimi. E di pse e thua këtë. Domethënë, imazhi i llogores të vjen natyrshëm nga atë vargje, por duhet të sfidoj pikërisht me të njëjtët shembuj që solle ti, sepse për mendimin tim ata provojnë të kundërtën. Si mund ta provojnë të kundërtën paralajmërimet e ashpra? Merr çështjen e thesarit dhe besimit financiar. Nëse unë jam një lider që dua të ndërtoj një enklav absolutisht e izoluar dhe dua të demonizoj grupin tjetër, gjëja e fundit që do bëja do ishte të pranoja publikisht që mes tyre ka njerëz thellësisht të ndershëm. Prit pak. Ti jemi të qartë. Ti po thua se fakti që teksti thot disa mund t'i besosh me para, dëshmon thelbin e tij përfshirës? Jo thjesht me para. Fakti që teksti lë hapësirë t'u jap atyre merita për integritetin e tyre duke theksuar kthimin e thesarit pa prekur një qindarkë, rrëzon atë narrativën tënde të bardhë dhe zi. Është realizëm pragmatik, jo dogmë izoluese. E njëjta gjë vlen për bitanah. Teksti nuk u vë një damk teologjike në ADN. Nuk thot mos i bëni miq sepse besojnë ndryshe. Po çfarë thot atëherë? Thot mos fusni në rrethin tuaj të lëkurës ata që kafshojnë gishtat nga inati kur ju keni sukses, ata që duan rënimin tuaj. Kjo është thjesht çështje sigurie politike atij momenti. Ishin në një konflikt real, kufit sociale aty nuk u bazuan në teologji, u bazuan në sjellje të rrezikshme publike. Në rregull, kjo është një përpjekje e mirë për ta zhvendosur theksin te pragmatizmi politik i sjelljes. Por edhe nëse supozojmë që rregullat sociale ishin thjesht pragmatike, si e shpjegojmë pastaj atë që teksti bën figurës së Ibrahimit, pra Abrahamit?
këto burlik me grudet më interesante, debatin mbi Ibrahimin. Sepse këtu nuk flasim më për besimtar që vjedhin monedha apo bëjnë tradhti në rrugë. Këtu teksti hyn thellë në palcën e identitetit historik të komuniteteve rivale. Kemi një pjesë jashtëzakonisht polemike që i adresohet pikërisht pretendimeve të hebrejve dhe të krishterëve mbi Ibrahimin. Dhe çfarë u thot? Që ai nuk ishte as njëri as tjetri. Pikërisht. Thot fjalë për fjalë, Ibrahimi nuk ishte as hebreu dhe as i krishter, por ishte Hanif, një musliman, pra dikush i nënshtruar. Për mua kjo është lëvizja më radikale e rupturas në gjithë materialin. Teksti po fut dorën thellë në gjoksin atyre traditave dhe u rrëmben babain shpirtëror. U thot, patriarku juaj nuk u takon juve, është ekskluzivisht i yni. Si mund të jetë ky një mesazh bashkimi? Është përvetësim taktik. Tingëllon shumë dramatike kur e thua ashtu, rrëmbim thesarit, por më lër të tregoj mekanikën reale të atij fragmenti. Kur e analizon mirë, ajo shkon krejtësisht në drejtimin e kundërt. Është në fakt ilaçi më i fuqishëm antisektar. Ilaç. Më fal, por a nuk po tregohemi pak naiv këtu? Si mund të jetë fshirja e identitetit historik të tjetrit një mjet bashkimi? Sepse përgjigjja qëndronte logjika sepse e thot. Ai nuk u thot thjesht është yni. Teksti u drejtohet me logjik të ftohtë kronologjike. Pyet: O njerëz të librit, pse debatoni për Ibrahimin kur Teurati dhe Injilli, pra Tora dhe Ungjilli, u zbritën shumë kohë pas tij? E mbështet argumentin tek koha. Teksti gjen të vetmen figurë që të dyja palët e respektonin maksimalisht. Dhe çfarë bën? Në vend që t'i jap të drejtë njerëz palë atë monopolin e së vërtetës, ai kalon mbi kokat e tyre. Shkon thellë në histori, para se termat hebre apo i krishter të ekzistonin fare. Është, si të them, ekuivalenti teologjik i një factory reset. Reseti fabrikës. Po pra, kur thot që ishte Hanif, tregon një kategori plotësisht të hapur. Nuk thot ne jemi pronarët e tij të rinj. Thot që një Hanif mund të jetë kushdo, kudo, që adhuron një Zot të vetëm pa emërtime sektare. Është një thirrje për t'u bërë sërish familja bazë origjinale. Ribashkim, jo rrëmbim. Dgjoj, unë e vlerësoj metaforën e atij risetit fabrikës, por të jemi të sinqert, kur i bën riset një pajisjeje, t'i fshin gjithçka që njerëzit kanë ndërtuar dhe ruajtur aty brenda. Për t'i ftuar në këtë kategori të Hanifit, ti u kërkon të heqin dorë nga mira vide dogma dhe struktura ligjore. Është një braktisje e nevojshme, e ndarjeve po. Dhe prandaj thelbi mbetet një mbrojtje kufish. Për t'i përmbledhur gjithë këto fijet e bisedës nga ndryshimi gjeneratorit i Isait, te rrjetat e ndërlikuara të atij besimit social dhe deri tek ribërja e Ibrahimit, u mbetemi bindur se ne po lexojmë një dokument jashtëzakonisht realist. Ai u dizenjua për të qartësuar kufit e komunitetit, për të mbajtur në këmbë një monoteizëm thellësisht puritan, në një botë rrezikshme të duhen vija të padiskutueshme. Ai material u jep të atyre armaturën e duhur psikologjike për të mos u tretur në turmat e historisë. Dhe unë jam e sigurt që askush nuk e mohon që ai tekst është thellësisht i ndërgjegjshëm për rreziqet e kohës, për asimilimin apo tradhtin. Kishte ndarje emergjente, pa dyshim, por pulsi tim më i thellë kalon përtej atyre mureve mbrojtëse. Nëse e mbyllim duke kujtuar atë fjalën e përbashkët, fakti që mes gjithë atyre konflikteve, ai gjen hapësirë të theksojë dritën te pala tjetër, të pranojë lutjet e tyre të natës dhe të synojë thelbin parasektar, kjo tregon busullën e tij të vërtetë. Na tregon se kufit e ngusht njerëzor janë shumë të vegjël përballë atyre të vërtetave të mëdha universale. Është gjithmonë intriguese në fakt kur dalim në të tilla udhkryshe ku historia dhe teksti nuk pranojnë të jenë bardhë e zi. Ne diskutuam dy anët e një monedhe, atë të mureve mbrojtëse apo të dyerve shumë të gjëra që ftuan tjetrin. Ne u përpoqëm t'i ndriçojmë të dyja faqet sa më thellë nga burimi, por ashtu si gjithmonë, u mbetet juve që po na dëgjoni të reflektoni më tej. Ju ftojmë të vazhdoni të eksploroni dhe të shihni vetë se cila prej këtyre dy perspektivave thelbësore ju bind më shumë.